në München, në Minhen të Gjermanisë, një afaristit tonë shqiptar, zotrin e Zirit, i cili në makinën e tina ka afishe të UÇK-s dhe të ish presidenti paqe, ish parlamentarit Veseli, ja kanë do huligan serb, ja kanë dëmtu makinën, ja kanë fliq makinën. Tani, a mund që dëmtim pa tjetër se duhet me hëfshi ata fish palidhe, ty shkru Serbia e kështu me radhë, ty e gris makinën. Çka është të çuditshme, se tani nuk është të çuditshme që ndodhen Susane prej huliganëve serb, po është të çuditshme që në Minhen të Gjermanisë, edhe në Milan ku ka mjaftueshëm kamera, ndodhin gjëra të tilla. Unë shpresoj shumë që policia gjermane e Minhenit ka me mujt me gjithë sa ma shpejt kush e ka bo, e pastaj me arrestu, e me dënu, e me bo, me pagu komplet dëmin.